Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin e Monitor TV. Dua një herë fillimisht ju uroj një ditë të bukur, një ditë të mbar, një ditë me energji të mirë. Sot do të nisim ditën duke komentuar dhe analizuar atë se çfarë në fakt do të ndodhë në prajmin e natës së sotme. Konkretisht, jemi 4 prajme në përfundim të finales, dhe me thënë 2 prajme të javës që vinë dhe 2 prajme të javës tjetër ku një nga prajmet i bie që të bie nga numërimi. Tensioni është rritur, luftrat kanë filluar, të gjithë luftojnë për të marrë atë 200.000 euroshin të premtuar në këtë rast nga Agai, por siç duket nuk lën anash në asnjë mënyrë edhe hatërmbetjet, edhe inatet tashmë të personalizuara, edhe mlefet. Unë kam thënë që në ditën e parë, do me thënë që nga kombinimi i kastit që u bë, më pas edhe hyrjet e reja që bëheshin, e kuptova që nuk është një ferë me cila mund të ketë paqe dhe dashuri, por është një ferë e cila ka një luftë më vete, është një ferë me cila lufton çdo ditë për të shpallur veten fitues çdo njëri. Por pash edhe inat që mua më befasoi dhe realisht nuk e duar trokita fare. Të gjithë më pyesin Tiron, çfarë mendon ti si analist i Big Brotherit, i fermës, çfarë mendon ti se do të ndodhë sonte përtej atyre promove që shfaqen nëpër Instagram, që shfaqen nëpër rrjetet sociale të fermave. Tani, unë sonte e shoh një natë pak të tensionuar. Shoh një produksion në udhkryq që nuk ka më se çfarë të bën dhe mendoj që arsyeja pse kjo fermë mbyllet 20 ditë më herët janë pikërisht tensionet të krijuara aty brenda, janë pikërisht luftrat e krijuara aty brenda që Agai nuk i menaxhon dot dhe mos menaxhimi i këtyre luftrave e bën situatën që kjo fermë të mbyllet më herët. Në fakt, Iliri përsëri doli në vetvete ditën e djeshme. Kur e them në vetvete, them nga fakti që Iliri përsëri e nxori atë inatin, e nxori atë mlefin, e nxori atë urrëtitjen që nuk toleronte veten në asnjë mënyrë të nxjerrën atë anën e bukur. Tani, Mimoza, sepse shumë më thonë në Tiranë, po Mimoza e përmendi familjen të Ilirit. Okej, Mimoza e përmendi familjen e Ilirit, por Mimoza nuk e ofendoi familjen e Ilirit. Mimoza thjesht preku një pjesë që Iliri ka jetuar në Itali dhe që flet gjuhën italiane. Dhe këtu nuk ka asnjë gjë të keqe. Dhe unë këtë nuk e dënoj. Por mënyra se si Iliri më pas ju kthye Mimozës, duke e quajtur shkin, duke ofenduar për kombin e saj, kjo është më e tmerrshme, sepse shkin e dihet më se kush quhet. Dhe normalisht Bujaka ndërhyri në atë mes, sepse Bujaka preket shumë, preket 3 herë më shumë se Mimoza, preket 5 herë më shumë se Soni, sepse Bujaka është nga Kosova dhe pikërisht nga këto shkinët. Ju e dini shumë bukur se çfarë ka kaluar Kosova dhe është e turpshme një shqiptares t'i thot ti je shkin. A do të ketë sonte penalitete përpos ngjarjeve të tjera? Unë mendoj që sonte nuk do të ketë penalitete të tipit largimit nga shtëpia të Ilirit, edhe pse mendoj që duhet të ketë një lloj largimi, sepse këto po ushtrojnë dhunën dhe presionin. Dhuna është kjo që po bëhet femrave jashtë, është kjo e gërsia që meshkujt tregojnë tek femrat jashtë që duan t'i shtipin, që duan t'i degenerojnë, që duan edhe t'i mbysin, që nuk e pranojnë dot jetën e një femrës, apo suksesin e një femrës, apo arritjen e një femrës. Dhe kjo është ajo lufta e madhe që po bëhet edhe jashtë kundër drejt meshkujve dhe femrave.
Unë mendoj që po, Iliri duhet të përjashtohet, sepse po e tepron. Për të ditën herë në ferm, mimoza quhet shkin, edhe Adioni u përjashtua nga ferma pikërisht për këtë gjuhën që e përdori kundër drejtmozës, që e quajti shkina, dhe unë dua që produksioni të jetë i vërtet edhe me Ilirin, pa marrë parasysh se kush është Iliri, pa marrë parasysh se kush i qëndron pranë Ilirit, pa marrë parasysh se kush e ka fut Ilirin në ferm. Unë mendoj që duhet të jenë produksioni koherent me publikun dhe me veten, që të gjitha ato njerëz të cilët përdorin një gjuhë të tillë dhe të gjitha ato fermerë të cilët dalin nga linja e fermerëve të përjashtohen dhe të marrin dënimin e merituar për ta kuptuar se çfarë gabimi kanë bërë. Nuk mundesh ti diskutimin ta kthesh në një normë ashtu siç ti të pëlqen, domethënë të nxjerrësh të mllefin tënd që nuk e ke nxjerr dot me ditë kundërdrejt një personazhi që ti uren me shpirt, se duket që Iliri e uren me shpirt mimozën. Edhe pse unë sonte nuk e pres, do me thënë që Agai të merr një përjashtim, ajo që unë pres, do me thënë që sonte të ndodhë gjatë Prime-it është një diskutimi gjerë mbi këtë gjën. Uroj me zemër që mimozat të mos ta falën këtë herë Ilirin, por të jetë e qëndrueshme në atë që të thotë, sepse ka shumë vlerë mënyra se si mimoza do të sillet, dhe nga ana tjetër, do me thënë pres një produksion që mund të jep një dënim shumë të lehtë kundër drejt Ilirit, që mund ta çojë në nominim me një grup, ose mund të thjesht ta mbyllë si çështje duke e fajsuar edhe mimozën që dhe ti je fajtore. Do thënë sonte pritet që të ketë edhe 2 dalje nga ferma VIP, do me thënë ka shansa që mund të hapet një televotim brenda spektaklit, sepse tashmë ditët po ngushtohen, por nuk pres që produksioni do të përjashton Ilirin dhe do të nxjerrën Ilirin nga ferma për gjuhën e përdorur kundër drejt mimozës, për presionin dhe për inatin e përdorur kundër drejt mimozës. Do me thënë këtë gjën nuk e pres që do të ndodhë në ferm. Unë shpresoj dhe uroj që produksioni të jetë me publikun dhe ta dëgjon zërin e publikut, sepse ka disa herë që Iliri e tepron, nuk është hera e parë, po të bëhet një përmbledhje e ngjarjes nuk është hera e parë, po më e turpshme është banorët që e mbështesin, në këtë rast Sara dhe Romiri, të cilët janë pranë Ilirit me këtë gjuhë, duke toleruar që një grua shqiptare, një poetës t'i thuhet edhe shkin për klikime ferme, apo qofte edhe për një inatin e tyre. Do me thënë, sonte do të ketë diskutime të zjarta, do të ketë tema të zjarta, por nuk ma merr mendja që Iliri do të përjashtohet nga ferma për qëndrimet e tij. Është kjo analiza ime në fakt që kam bërë për ngjarjet më të fundit në ferm, për atë se çfarë do të ndodhë sonte. Do me thënë nuk do t'i heq më produksioni, ato janë 2 pole të ndërtuara kundër mes njëri tjetrit. Unë pres që Iliri dhe Moza, do me thënë të jenë në pjedestalin kryesor, të jenë në ngjitjen e madhe në skenë, dhe mendoj që do të vazhdojnë të jenë në këtë formë që janë. Do me thënë nuk ka në asnjë mënyrë eliminim sonte të Ilir Shaqiri, dhe nuk do ta besojmë një gjë të tillë.